Të dashur qytetarë, e nisëm vitin me zgjedhje, e mbyllëm po ashtu me zgjedhje. 4 palë zgjedhje gjithsej, duke përfshirë edhe raundin e balotazhit në 17 komuna. Secila ishte e lirë, e rregullt, pa incidente dhe me rezultatet pranuara nga të gjithë. Kosova nuk ka nevojë ta kaloj testin e demokracisë. Kosova është tashmë shembull i demokracisë. Ju falenderoj për angazhimin dhe mirëkuptimin, ju përgëzoj për pjekurinë e lartë politike dhe qytetare. Jam i nderuar tej mase për besimin që na e keni dhënë për të vazhduar shërbimin ndaj jush si njerëz të këtij vendi dhe ndaj vendit si Republikë Sovrane me përkushtim dhe përpikëri edhe për 4 vite të ardhshme. Ndërkohë, përkundër sfidave që vetëm sa na gjallërojnë e maturojnë si shoqëri dhe si institucione, shumë gjëra kanë ecur në barë e pa pengesa. Viti 2025 ka qenë viti njohjeve të reja. Për herë të parë pas më shumë se 10 vjetësh, 4 shtete të reja, të shtrira në 3 kontinente të ndryshme, njohën Kosovën si shtet pavarur dhe sovran. Kujdesi dhe mbështetja për nënat lehona, pensionistët dhe studentët vetëm sa u rritën. Ushtria u forcua me armatime të reja nga vende partnere dhe antare të NATO-s. Të qenit edhe Nikoqir, përveç se pjesëmarrës në Defender Europe 25 është moment historik për Kosovën. Rendi dhe ligji mbizotruan në çdo cep të Republikës e masat e padrejta të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës u hoqën. Vitin 2026 e fillojmë me zell edhe më të madh dhe me qëllim gjithmonë të qartë. Sapo të certifikohen rezultatet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do ta konstituojmë menjëherë kuvendin, do ta formojmë qeverinë po ashtu menjëherë pas kësaj dhe pa humbur as pak kohë, së pari do të miratojmë buxhetin për vitin e ardhshëm në vlerë prej 4 miliardë euro dhe ligjin për çmimet tavan për produktet bazë me të cilën do të frenojmë abuzimin dhe rritjen e çmimeve. Mandej do ta ndajmë pagën e premtuar të 13 për shërbyesit publik në administratën shtetërore dhe atë në fillim të vitit. Do ta heqim kufizimin e punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës në mënyrë që të mos kenë nevojë të zgjedhin ndërmjet vendit të punës dhe beneficioneve nga shteti. Pastaj do të miratojmë pakun për përmballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro, nga e cila përveç fëmijëve dhe pensionistëve përfitojnë studentët, punëtorët e sektorit privat dhe familjet që kursejnë energjinë elektrike. Ju uroj mbrëmje të këndshme, kremtim të paharrueshëm me familjen dhe miqt. Jam zotuar para jush për siguri dhe begati. Ju siguroj një vit të ri të sigurt dhe të begat. Natën e mirë dhe mirupafshim.